Profesor Spaiu, të kalojmë edhe tek ju për çështjen e presidentit, sepse foli edhe kryetaria e Kuvendit Agjiu, e cila në një farë mënyrë tha se na duhet vullneti partive tjera për ta zgjedhur presidentin. Në anën tjetër AK-ja tha se nuk do të marrë pjesë në takimet 1-me-1, ndërkohë që kujtojmë se gjatë kohës sa ishte pezullimi nga gjykata kushtetuese, Kurti i ftonte partitë politike, ndërkohë që tani është i lirë që ta bëjë një gjë të tillë, nuk ka ftesa. Edhe pse ai gjatë ditës së sotme deklaroi se do t'i ftoj partit, por që diçka të tillë nuk kemi parë ende, ndonë se janë bërë disa ditë prej kur ka ardhur vendimi i gjykatës kushtetuese. Shko, të sekunda në fund do doja të shfrytëzoja për një gjë më të rëndësishme. Tani për tani, e që është ndeshja e nesërme kundër Turqisë, që njëkohësisht përveç një mundësie të artë të Kosovës për një sukses politik, më shumë se sa një sukses sportiv, që do të ishte pjesëmarrja në kampionatin botëror, ajo është përbën edhe një rrezik të madh të sigurisë, dhe kjo po shihet që nga nëse përcjellim rrjetet sociale, TikTok, Facebook e tjerë, ku Serbia ka angazhuar absolutisht një armatë të tërë, njerëzish të cilët nxisin urrejtje kundër Turqisë. Natyrisht është interesi i Kosovës që ta mundim Turqinë në futboll dhe të shkojmë në kampionatin botëror, sepse kjo është shumë e rëndësishme për neve, se sa për Turqinë, por nuk është rëndësishme, nuk është as pak e dobishme për Kosovën acarimi e marrëdhënieve me Turqinë, nxitja urrejtjes antiturke e cila po ndodh. Prandaj është më rëndësi që policia e Kosovës, megjithëse se ka marrë një vendim të tillë, që të mos lejojë transparente slogane në stadion të futen dhe simbole të ndryshme të cilat mund të çojnë në këtë drejtim. Përveç flamurit të Kosovës dhe flamurit të Turqisë, çdo simbol tjetër do të ishte i tepër dhe megjithëse nuk do të lejohet që të futet në stadiumin Fadil Vokri në mënyrë që kjo lojë të shkojë në nivelin më të lartë sportiv dhe të mos ketë rrëzniqe të sigurisë kombëtare të Kosovës. Po, profesor, padyshim që gjatë ditës së nesërme kjo do të jetë tema kryesore që po besoj do diskutohet në të gjitha studiot e televizive, sepse na pret një ditë e madhe. Megjithatë, shkurtimisht dua dhe përgjigjen për çështjen e presidentit. Mendoj që vetë harrova të them edhe studiot televizive janë duke e ndezur këtë, në shumë studio televizive janë në shërbim të agjenturës serbe në këtë drejtim. Janë duke e ndezur këtë gjë. Kjo nuk është as pak e mirë. Megjithatë, këndvështrimi juaj. Profesor, shkurtimisht, 1 minutë lutem edhe për çështjen e presidentit. Pse po mendon se nuk po takohen dhe nuk po ftohen partitë nga Kurti këto ditë? Po, sepse ai luan me afatet e fundit, luan dëshiron që ti kap po mendoj të zërë në deadline shumë gjëra në mënyrë që ta luaj politikën e tij, ose ai është në negocim njëri tepër i vështirë. Dhe shumë e ngrej kandarin nga vetja, dhe kjo është problemi. E qartë. Profesor, të falenderojmë shumë që ishe sot në Mesditë.